Përshëndetje në këto emision të radhës së Nektar. Sfidat e bashkëjetesës. Është një ndër problematikat e shoqërisë tonë që hera herës zë shumë vend në ligjërimin publik. Sepse sfidat e bashkëjetesës janë dhe sfidat e përditshmërisë, sfida sociale, sfida shoqërore. Jetojmë në një shoqëri, jo vetëm sot, sepse e tillë është ndërtuar shoqëria njerëzore, ku diferencat me plot diferenca. Diferenca në planin etnik, diferenca në planin e besimit, diferenca në planin e gustos jetësore, përsa i përket aspekteve ndryshme sociale, e tjera. Por ne jemi njerëz dhe me gjithë të ndryshmeve tona, në një farë mënyre, në thonjë se jemi dënuar të bashkëjetojmë me njëri tjetrin. Bashkëjetesës i ngjitet edhe një term tjetër, tolerancë. Gjithmonë, tolerancë fetare ose tolerancë sociale, tolerancë etnike. Për të sqaruar pikërisht nga shumë pikpamje, ç'është bashkëjetesa, burimi i saj fetar, burimi i saj kuranor, ku qëndron bashkëjetesa me tolerancën, a kanë diferenca midis tyre, a spekullohet me këto, unë kam të ftuar hoxhën e nderuar doktor Shefqet Krasniqi, i cili përpos shumë tematikave të tjera edhe këtë e ka me shumë përzemër. Pra çështjen e bashkëjetesës fetare dhe njëkohësisht etnike, me që ne si shoqëri shqiptare i kemi të gjitha këto aspekte, apo jo? Sepse jemi një shoqëri me disa besime, po jemi shoqëri ku pjesë të ndryshme nacionaliteti i kemi brenda nesh në hapësinë shqiptare, ashtu siç enklava shqiptare gjenden tek nacionalitetet të tjera. Pra i kemi gjithë të sfida. Unë të falenderoj që zgjodhe të ndash me ne. Pikërisht idetë, mendimet, vizionet e tua dhe mësimet e tua për këtë çështje kaq të mpret që i gjithë publiku besoj është interesuar të dëgjojë nga hoxha i nderuar. Ç'është bashkëjetesa, ç'është toleranca? Jeni i lirë të komentoni nëse ka diferenca midis të dyjave dhe më pas kush janë në konceptin islam, si shpjegohet edhe si përcillet mesazhi i bashkëjetesës, fetare apo etnike? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën, Zoti ju shpërbleft, edhe për mundën dhe kontributin tuaj, të cilin e bëni në veçanti gjatë këtij muaji të bekuar, po në përgjithësi. Sigurisht se është kënaqësi për ne që përpas asaj që të jemi mysafir të juaj të jemi dhe mysafir dhe të kena mundësi me komuniku me shikues e mrekullueshëm, vëllezër dhe motra tanë. Jemi të nderuar gjithashtu që na jepet mundësia të flasim për këtë temë që sekte edhe që kam mu për zemër, sepse jam i thirrur. Edhe çdo musliman, në veçanti ata të cilët ne i quajmë në terminologjinë fetare shqiptare hoxhallar, prijes fetar, janë të thirrur që mes bazamenteve të kësaj feje të madhe të qiellore ta shpjegojnë dhe ta implementojnë në praktikë, të inkurajojnë, të nxisin për të është edhe kjo tolerancë e madhe e këtij dini të islam, e cila implementohet as zbatohet në shoqëri. Nuk është ky popull, njerëzimi i dënuar me jetu me njëri tjetrin, anëpse thatë kushtimisht natyrisht, por është madhështi me jetu me tjetrin. Është dhe bukuri, patjetër. Pra këtu duhen dhe ca thoj zot tjera në kuptimin që po. Po është mjaftuar, është madhështi, është bukuri me jetu me tjetrin, në veçanti kur ka njerëz divergjenca të ndryshme, botkuptime të ndryshme. Ka mujt i madh Zot me fal njerëzit krejt, njëjt. Pse nga gjenia, si për nga intelekti, si për nga bukuria, si për nga pasuria, ka mujt. Në botën tjetër në xhenet kur kujt nuk e merr lakmi për bukuri, nuk e merr lakmi për mosh ky plak e ky i ri, nuk e merr lakmi për pasuri ky milioner e ky fukara. Këtë divergjenca nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë. Po edhe në këtë botë, sa je me laçe ta zame, nuk i kanë këtë divergjenca. Allahu këtu a kalon njerëzve. Nëse shkojmë fillim të dunjas dhe shikojmë Ademin, njeriu e parë i cili është krijuar. Pse Zoti nuk e la gjatë me jetuar vetë?
por ja krijoi shoqen e saj, bashkëshorten e saj, jetuesin që do të jetoj me te, ta quajmë tash në term tjetër, shoqëruesin e jetës, dash thuj, deri në vdekje haven. Është të quajtur, ashtu e quajti Allah i madhëruar haven, dhe i tha jetë të kjo është gruaja jotja. Dhe prap nuk i bëri njëjtë, se Allahu ka thonë, o lejse dhekaru, kel untha, nuk është mashkulli sikur se femra, se cili ka ato specifikat e veta, se cili i ka edhe mangësit e veta që besa, të cilat i plotson çifti tjetër, gjinia tjetër, që besa i plotson edhe shoqëria tjetër, kultura tjetër, mentaliteti tjetër, dhe kështu me radhë. Dhe në këtë formë njerëzit sikurse kompletohen më shumë. Pra, të kthejmë për fillimit dynjas kohë sodit, po të ishin popujt e botës të ndarë mes vete, ku ka musliman, ka vetëm musliman një murit thysa të dush përpjet, në mënyrë figurative, edhe s'ka me të kalu atë muri askush, në anën tjetër atje një muri madh ku ka ortodoks, atje ku ka katolik, atje ka budista, e të tjerë prapërsisht sikur në Korenë e Veriut, është një muri në mënyrë figurative ku s'ka kush që të kalon, apo në Shqipërinë tonë viteve 60-70 ku një muri njerëzor ta quaj kushtimisht ashtu ku s'un ta kalon kush, si do të kishte qenë bota shumë e varfër, shumë e prapambetur. Pra taj madhi Allah Azza wa Jall thot, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër. Mashkulli Ademi, femra Hava, pastaj njerëzit kanë dalë prej tyne. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Dhe kemi bërë popuj për edhe fise më të vogla, popuj më të mëdha. Për shembull, populli shqiptar ka pas 12 fise të mëdha, Tazami. Një prej tyre Krasniqja jeme, Berisha, Kelmendi e të tjerë. Pra, popull, ju kemi bërë fise dhe popuj. Për çka? Lita'arafu. Më njëherë vijetash bashkëtesa, nevoja e njërit për tjetrin, për me plotësu, për me jetu, për me qenë më të kompletuar. E pastaj në fund këta jetë thot, inna akramakum inda Allahi atqakum, më i miri ju, pra mos u lavdëro ti pse je bardh, ai pse i zi, ti pse flet shqip, ai pse flet ku di çfarë do gjuhë, ti pse je më i madh, ai më i vogël, ti pse je burr, ai so grua. Le atë mesele. Këto nuk janë vetimet nëpërmjet të cilave ja vlen të lavdërohesh, por Allah po thot me devotshmëri. E devotshmëri do të thonë ka vlera. Ka vlera të shumta, e ndërto dhe kryesion atyre të besuarit në Zot Gjellëshanu, në Zotin krijues. Dhe kjo është baza islame për së cilët duhet bashkëtesa? Te që kjo ajet tash fillon, sepse Allah po na kthen fillim të dynjas, po thot prej këtuhet e njerëz, ju kemi ndarë që të keni divergjenca mes vete dhe ta kompletoni njëri tjetrin, të kontaktoni. Divergjenca do shta duhet zgjedhur termi i dur, diferenca, sepse divergjenca është edhe pak konfliktualiteti ka brenda. Ka për qëllim diferencën, po divergjencën sepse njerëzit papajtueshmëritë. Diferenca dhe papajtueshmëritë, po. Tash duket më shumë përdoret divergjenca për ndryshe papajtueshmëria, apo dashka papajtueshmëria. Të ndryshmet dhe të kundërtat, pra kemi dy dimensione, tamam sakt. Papajtueshmëria më thotë që s'pajton me mua. Po burrë se ti po më nën bardh, unë po më nej pak më ndryshe, dhe pak. Kështu që më leja mu të më nej më ndryshe pak. Më leja. Dhe më leja vëllat të më nej. Se është madhështia e njeriut, është vlerë e njeriut, edhe fëmijën nëse është ai, edhe nëse është i pa shkollë, nëse është ignorant, në sy tuaj mund të jetë shumë i dijshëm, le të flet, le ta thotë atë çka sepse ndoshta ai shumë din. Ani pse mendon çak qëllon ndoshta kërkon. Por i ka mendimet e veta, bot kuptimet e veta, etj. Pra, të gjitha fetë qellore, sepse bërimin e kanë lartë në qiell, këtë elemente kanë ushqyer shumë. Kur nuk është qenë e njohur asnjëherë tek njerëzimi që njerëzit të urrehen mes vete, më flas që fetë qellore, me tekste të veçantë të Kuranit, sepse përtheksojmë Kuranin për dy elemente. Në një është libri i fundit dhe i përgjithshëm për këtë botë në çdo kohë dhe çdo vend, dhe në dy po flasim pak a shumë për Islamin. Në veçanti në Kur'an, ky element është shumë i theksuar prej fillimit të Kur'anit deri në fund. Dhe sa mirë kanë kuptuar muslimanët këtë parim, ashtu siç e kanë kuptuar krejt Kur'anin.
dhe falë të kuptuarit mirë të parimi, dhe falë mësusit madh tyre, Muhammed a.s. I cilin praktik që gjatë jetës të vetë, aq mirë e praktikaj këtë element se çdo element tjetër të fesë. Milion njerëz e lirë me pranu tjetërin edhe me fen tjetër. Ti mundohë mja plasu tjetërit fen vlerat tua, ama mënyrë paqësore, me fakte dhe argumente, por Zoti mos e dhash mënyrë detyruse, imponuse. Për ata thash krejt Kurani pri fillimi deri në fund, që tu synon dhe aludon dhe heq ma shumë ja. Dhe krejt i ndërtuar edhe mbi ajetin kuranor, la ikrahe fid din, nuk ka dhunë me fe, s'ka imponim në fe. Asnjëherë. Qartë. E kuptuam këtë nga aspekti fetar. Tani të vim në realitetin, ku ne jetojmë në realitetin praktik. Këto dy fjalë, bashkëtesë fetare, por edhe tolerancë fetare, janë bërë pjesë e ligjërimit publik. Ky ligjërim publik udhëhiqet nga politika, udhëhiqet nga shoqëria civile, udhëhiqet edhe nga aktorët fetar. Ju si e shikoni, a ka pjesë spekuluse, a ka pjesë të vërteta, në gjitha hapësirat shqiptare që ju i njihni, ku janë diferencat, kush është më mirë dhe kush është më dobët në këtë aspekt, ku spekulohet më shumë apo ku nuk spekulohet më shumë. Realisht, ju jeni i mendimit që është vërtet vlerë siç promovohet, ne nga njerë themi, shiko se promovohet edhe për interesat ndryshme, por jeni bindur që trashëgimia jon fetare, trashëgimia fetare shqiptare, e ka si pjesë, si yll të saj bashkëtesën fetare? Që? Pra ja vlen vërtet promovohet sot? Ja vlen dhe do t'ja vlen. Do t'ja vlen për gjithmonë. Këtu ndikim që cekte dhe ju, ka dhe duhet të ketë elita politike, ma paka e civile, politike kryesorja, se ta dhe heqin shtetin. Në rang 2 të vinë fetare, rang 3 të vinë shoqëria civile, në rang 4 vinë këtë mileti, këtë populli, se cilin fushën e vetë. Tek ne, kemi disa qalime më leje të them kështu. Tek ju në Kosovë? Valla, këtë shqiptar hanën, po përplasëm më shumë për tek ne në Kosovë, se gati një të shkrejt. Tash, kur ta sharejnë, do shta, kur ta sharot më mi, kur ta spjegaj. Qka është toleranca, kallëzëm ti mu? Kush është i thirrur me spjegu tolerancën? Sa ka hapësirë qaj emërtim, qaj definicion tolerancë? Këto insanet e cilat nuk e di shoqëria civile, këtu nuk e din as politikanët. E kuptova, pra nuk mund të merret flamuri i një debati kur nuk e njohje mbi. Shoqëritë tona, për shembull, debatet tona me theks veçantë, tash ta përkufizoj pak në Kosovë, po besoj ngjajshëm edhe tek në Shqipëri dhe në Maqedoni, me ndoshta pak më avancim të pak më të mirë, ndoshta, në disa raste të izoluara madje. Pjesa dërmuese debateve që flitet për tolerancë andej këndej, e udhëheqin njerëz që nuk marrin këtë sene, me keqardhje, them vëlla. Po që shumë flet mu një njeri për tolerancën fetare, islame, ku nuk din Kur'an, a niset kënej. Kallëzi vllati. Po tërgamare vllati mu. Ki bje se unë tash të flasë ty për dramat e Shakespeare-it, i cili kur një jetën time ty bën ti pa qa lexu. Mund t'i kesh parë në skenë, por nuk e qasë nga pikpamja akademike që ti studiosh tekstet, personazhet e drejtë. Pra e ke parë, e ke shijuar dramën, por nuk e qasë nga pikpamja akademike. Tash, one më qujtë veten ekspert. Shakespeare-olog, si shumë ndryshës? Ose, nuk kam kap kur armë dorë edhe runa zotë më thash 20 luftë, unë e komandant. Unë jam komandant. Kush e komandant? Ona? Oj, njerëz gabim e keni. Gabim e njerëz e keni. Personi gabuar, në kohët gabuar, në vend gabuar, më këtë zjedh mu.
Jo, vlla, ja, nuk jem për te une. Ose mërë shëftjetin të shtash edhe që të me analizu në lojë futbollit. Ha, tash ma thjesht, hala. Mërë në lojë futbollit, lumë kampionati... Po, ti e shikon, e shijon, po, nuk mund të kampionati flasësh me shtetëror kompetencë. i UN i Kosovës, me Zvicrës, me kudimin me një shtet atje lumë, edhe mërëm të mu të ashe analist, në me ka poshtko që atje me gjybe edhe që janisë tak, qka marrë veç tone? Ma, valla, se dela e pone, pa kuptim dela e pone. Kështu që tek ne, pa dashme në qmua, asë kënd natyresht, por me këtë qarë, vitet e fundit, ndoshta 10-15 Ka një lloj abuziviteti. Abuzim i pas krupullt nëse mund të quaj, i te i masi, te i kaluar. Sepse, më falë, bashkëtesa fetare është shumë e qartë në të tre hapësirat. Fakti që s'ka incidente, fakti O, që vlla, këta s'ka e kanë thonë të gjithë ata tonë, nëse shkojnë atë lirin të këta rildaset kombëtare, të gjithë me ande kënde kufina, të ka qenë një kufini vend, të gjithë e kanë thonë. Të gjithë me Hafez Ali Korçën, me Fanolin, me atë, me këte, me Dëzgjilanin, me Dëzgjilanin, me Haqizeken, me Ismail Qemalin, me Prizrenin, të gjithë kanë thonë, o burë, të gjithë. Ne na trikombe, jemi tri fe, jemi si një zemër, si një trupe, që kena atë dhejën të përbashkët, të luftojnë bashkarisht të interese vatante bashkën të gjithë. Dhe këtu mbaroj gjithçka. Po të lutëm e vlla, dhe ka tërgu edhe praktika kur njët nuk kam pas asmad vogëlin incident, e qka për dënë ti më mirë, edhe nëse ka qenë do një izoluar, ka ndërën familje dole incidente, ashtë shumë izoluar, me zvete ato shkaqet dynjas, jo shkaqet fesë. Nuk është dynja e përsosur. Nuk është e përsosur. Pra, me gjithate nuk përmbyllum këtë derë, po vazhdojmë të flasim, të apërcillum këtë vlerë fetare dhe kombëtare që i populluar e ka pas trive që apërcillum, trive tonë, që për praktikojnë fejnë, edhe për ditë për futën e në fejnë, për praktikojnë fejnë, shumë mirë. Po kush, kalëzëm ti mu, kush. Ata të cilët që shtash më s'kthejnë edhe njëherë, nuk din ka hapët Koranin kitan, pra këtu ne qalojmë. Ose më rënda akoma ato që nuk e shfaqin tolerancën në radhë të parë në veten e tyre, nuk mund të përcjellin atë. Sepse nëse thatë ju që në krye të këtij ligjërimi është politika dhe kjo nuk e përçon në radhë të vetë tolerancën aty ku vepron, atëherë nuk mund ta përcjell të, sepse është çështje modeli. Politika duhet bashkëpunoj në gusht me liderët fetar për tolerancën fetare. Në Kosovë punët janë prapë në këtë fushë, sikur se në shumë fusha tjera. Këtu në Kosovë vend që të mirën hoxhallarët edhe të bashkëpunohet me ta, të konsultohen për tolerancë edhe për fusha tjera që mund t'jenë ka njëherë problem të konsideroj shtetë, edhe në fakti edhe janë problem, se problemet në nësot lindin, këta qohen burrat e botës se kapës të këpësinet 2 metra i në hoxhallar i burgos të tonë rrënë. Nuk e di se informuar je që kohët e fundit në Shqipëri për herë të parë, klerikët përfaqësuesit fetar të komuniteteve uftuan të jenë prezente dhe me fjalën e tyre në një lloj forumi publik mbi sigurinë që ndërmori Ministria e Rendit dhe për herë të parë pra elementi fetar u përfshi në atë që mund quhet debati publik, sepse ai është shteti dhe shteti është laik dhe u përfshi pra edhe në debatin laik u ftua dhe përfaqësimi i klerit pra fetar për qenë prezent në këtë debat. Po, shtetet laike evropiane janë krejt, ama një shtet në Evropë që nuk është laik. Gjermania. A ka? Të gjitha. Ama, në hap tjetër, pyetje tjetër, ama një shtet në Evropë që i thot fest të dera që tje. Për pas që në shtetet Ballkanit ato shqiptarët, edhe të Kosova me theks veçantë, pse Italia, dhe deri në Angli, dhe deri Skandinavia, deri në Amerika tje. Pse presidenti, kryetari shtetit, kryeministri, gjykatësi dhe të tjerë, a nuk betohen në Bibël? Në librat e shenjtë për katës, librat e shenjta. A nuk e kanë priftin këshilltarët veten se cilë institucion i lartë që ka të bëj me publik? A nuk e ka kisha rolin e vet? Nuk e ka vendimarrës politikë është e vërtet? Po, vendimarrës, jo. Po e ka rolin e vet ndikues më të madhe në fushat të ndryshme të shoqërisë, sepse ka ndikim. Logjika thotë që fen edhe sot që nuk je fetar, edhe nuk e praktikon, kur popullit fetar, politikani kanë udhëheq. Ai udhëheq lopt e në shtall a njerëzit në rrugë e në qytet.
E drejt. Nëse u hedh në rrugë të qytet njerëzit do të më kthyer, a janë budista, a janë ateista. Nëse janë ateista, ja që hoxha thë çka ka qallë pralla kë, hiç të shtëpia. Nëse çon prithë, çka bëu ora, çka ka bëu kë, të shtëpia. E çara bi thë të shtëpia. S'do foj o kryemesil. Po nëse janë budista, ja çon budi. Pra ti e mendimi që bashkëtesa fetare ekziston, por nuk ekziston një bashkëtesë midis Në koordinim, në koordinim, po. Në koordinim i mirëfillt, ku krerët fetar duhet të ofrojnë, krerët politik duhet të ketë një ofrojnë. pajtueshmëri midis Ata politikës duhet të dhe ofrojnë, fetë. duhet kryeministri është marrë mos me pas kryeministër. Në një vendi që ka 5%, 10, 50, e limë 90%, e 95%. Pra ti je i mendimit Po, që do do të pas një këshilltar musliman. shkoje pas i lloj problemi tek çdo kryetar shteti dhe të bëjë detyrën e këshilltarit? Po do të me pasë, ai ka obligim ai ka obligim moral, dhe do t'ja bëjë obligim ligjor vetë aty në çavin masandej. Me pas sepse në çështjet e fesë, a është vendimmarrës, a është baba i çati kombi ke çaj njeri po. E mirë, çush dënaj më sjell me trajtu që ata njerëz çështjet fetare, kallëzon, ai do të gaboj. E pse me gabu një njeri i madh që është presidenti? Pse me gabu një njeri i madh me pozitë madhe që është kryeminist? Pse me gabu? Kurse për punë të fesë, kurse në ekonomi. Pse ka këshilltar në ekonomi? Pse ka këshilltar në sport, në kulturë, në politikë të jashtme, të brendshme? Pse ka këshilltar? Në mënyrë që mos gaboj, se nuk e gjithdijshëm ai. Pra edhe nga ana e fesë, anë pse më pak, natyrisht nuk merr shtete shumë me fe, por me atë çka mirët. Janë da Bajrama, da Ramazana, do të bime se thati të gjithë popullore përfshirëse. Mendoj që do ta ketë edhe për çështje shoqërore, do ta ketë shoqërore, pra, këshilltarin, luftime dukurive negative, çish me luftu dukurioju njerëz, hajde për hap Kosovë do më na shkatru droga. Kosovë do më na shkatruar, është një rrezik potencial. Virusi numër 1 në Kosovë, mas problemeve të mëdha politike që i kena, korrupsion e tjerë, numër 1, unë kujtoj poshtë në shoqëri, është droga. Mendimi jam natyrisht, që jam duke pa, mbrana 20-30 viteve, droga, kemi frikë, se kam në e përfshi pjesën absolute të rinis tonë, e tani që kam mo. E tani të kur të pytën e ty, e sa djemi ki thuj, i kam 3 më si pasha. Pse o burë, thu se një e kam në spital, një e kam në burg atje, një e kam me terapi që të jepi, qa bo ata? Pej droge. Pej droge. E drejt. Me gjitha të t'i kthehemi tematikës, pra bashkëtesa dhe toleranca. Duhet ndalim të kjo pikë që ndoshta gjithmonë udhëheqësit e këtij debati nga njerë, ose promovuesi këtyre nuk e kuptojnë ose kërkojnë të imponohen me një lloj tolerance e cila, sikur u thot në nëntekst, ti du të lëshosh nga feja jote për hir të kësaj tolerance. Pra, si du të bërë sqarimi këtu? A ka hapësirë që ti jesh në fen tënde me të gjitha rregullat e besimit tënd, edhe tjetri me gjitha rregullat e besimit të vet, dhe të ekzistojë bashkëtesa pas këto problemi? Këtu dhe shta me dalë. Kur thash pak më herët, këtu ka qalime, ndërto debatet të cilat bëhen për tolerancën fetar dhe në përgjithësi edhe për fenë, që tash nuk kanë bërë shumë mullat e na. Këtu në Kosovë nuk kemi që ka thumë mëlla Shevqet. Ja, të thumë mëlla, shpëtojnë për mehet, mëlla filani, kësëri, redaktor të gazetave, dësa në thëjza analista, dësa në thëjza neopolitikane, neointelektuale, që ta në mulla tashmo. S'ke nevojë të më na vetë, mua më ftine, që këmë na vetë për fej, kur mësë vetë për fej, shka vetë ata tapin fetfa. Ata të kallëzojnë ty nëse në kur është halal haram. Ata të kallëzojnë ty, ty do të me shku, dhe ata do të me shku, ndeta do të me shku. Ata të kallëzojnë ty, ata do të me shku, ata do të me pi terakian, do të me pi raki. Ata të kallëzojnë, këtë të kallëzojnë ty. Atër, qka roli jam, kur gjo? S'po flasë që burën se s'kom qka flasë. Sepse kanë marrë dorë tjetë krejt. Pra që tu vinë qalime të rënë. Mos e thuj vetëm atë fjallën e fundit, që zakonisht është bërë sot e modës për media. Jo, se po thonë, por, pra, qka është toleranca? Shumë mirë e theti. A me ndonte që me tolerancë, unë më arë me cingrat një gotë rakime tyja, nuk e tolerancë kja. Kesh marrë gërshant edhe me prej një pjesë të feste, rak me këput. Ta vjen tjetër atë tolerancë e burë, shfar tolerancë? Me shku me hongër me shderët, o këthyje sofër atje, ku me shderët me hongër? Në sofër, në ka këthy krye bashkjakun, neve në ka këthy dreken, darken, ose kemi shku në Bruxelles atje, imaginati, shkojnë zyrtar tonë, kosovar, ministra tonë, Bruxelles. Dhe jam ndajnë sofrën, ushqimin, jam ndajnë, thëjnë ta muslimon janë. Këta thëjnë, jo, një pejtyne, thëtë, jo, nuk e kam problemën e.
nuk e kam problem. Pra, tash, në emër tolerancës, nëse ti ma shtrëm unë i drejkë darkë, në këjshi jimini, edhe unë të hamish dirët, nuk ka në emër tolerancës kja. Ja, harë, tolerancë është ti mi moj tu atë, pa ja imponu tjetërit, dhe me i prënu të tjetërit, pa të imponu a i tua. Pra ti ke predispozitin, ti nuk e lëndën atë, a i nuk të lëndën ty. Praktik, ti e këjshia numër 29 shtëpin tane, tjetër e ka 30, a i është Serb, 31 e ka një katolik, shqiptar, 32 e ka një huj evropiano, se ku diunë cilë banon në që qëfar të përkatësie qoftë. Dhe qëta 34 kishta këjshi. Ti, u respektan atyre krejt, qka kanë atat vetat. Ama dhe ata ty të respektuj. Kur shka ishte Erakin nuk të servan. Aja kur për jetë. Bile, në tavolin me pas të pi, e mshefe hjek, respektu se din që ti në parime të atë fes, nuk ulesh në një tavolin ku ka alkohol, nuk ulesh në një sofër ku ka mesh derit. Tërgëm të mu cili katolik në Shkodër, ku do qoftë, për në Shkodër që ka ma shumë katolik, në cilën do pjesë, po në klinë tek njëve, se ku do qoftë, Gjakove, se ku do qoftë Shqipërinë, cili katolik. Nëse shkon një musliman me hanguar drejk e thirë për drejk i qëtë mishderit. Jo, kjo nuk ka ndodhur, dhe nuk ka pasur kur fatikisht. Sepse këtu të është toleranca. Sepse a e di mirë, a e njo, sepse e njo problematikën. Pa që kjo është, që kjo tolerancë? E thë të kam mësafer muslimanin, se dohet endë me kanë veçanta, o fjalla mësë me kanë përzira endë me pastru, mësë me qenë ndyre derit, mësë me qenë mishi derit, ato për mësë, edhe plus të atë me goj, thëtë këjshi, për ty e kam bëshqime në kasë. Që kjo tolerancë. Që kjo tolerancë, vla, dhe kjo është mirë mbajt, falë Zotit, është kultivu, tek shqiptarët, fatë mirësisht. Gjithë e kanë meritat e veta, nuk diskutohet, gjithë e kanë meritat e veta. Kujtoj që muslimën dhe xhallarët i kanë më shumë, sepse për faktin veç janë më shumë. Edhe gjithmonë ata që më shumë kanë dorë pak më shumë apo s'pak meritojnë, edhe kanë obligim më shumë. Dhe derisa ka ardhur shumë mirë, dhe ka me vazhdu me emër të Zotit, s'paku prej neve kanë këtë garancë. Të gjithë, sa të mujna, gjithmonë, natyrisht. Edhe kujtoj që pejtanë xhallarëve, edhe prisave të tjerë ka me vazhdu të njëjtën gjë me emër të Allahut, ani pse na me priftat edhe me dikën mujna mos me pas mos marrveshje, sa këtu në Shkodër. Po megjithatë, prap se prap flasëm, rrina, bisedojna, hajna, pina, interesi vatanit, i shoqërisë, krejtjen bashkë këtu. Dhe shtu Shqipëria e madhe, që ka qenë, nëse ta ne dajtë dikur në pikë të zorit, që shtu është rujt. Shtu është rujt të vlla. Për ata që ata keshtë a lider të tanë, që e kanë kontribu, kanë bartë bajrakat e vatanit për me ardhë deri këtu, ortodokse, krishterë musliman, tanë kanë thirë qëte. O ju njerës, këtu qështu komunikohet edhe thanja famshme e vasopashës, leni kisha xhamia, qëtë kontekst. Pa shkonteksti, pikërisht sepse abuzohet me atë kontekst. Qëtë konteksta. Pra o ju njerëz, ne do t'jemi të atil. Unë nuk pat, aj ortodoksi nuk t'obligant, nuk të vënohet që nuk ishka në kish. Ja, së vënohet aj. Ama adhën së vënohet që gjenë gjami, ja ma qëfar. Ama, kur qëka në kish, nuk e rëshe zani muzike, se edhe zanit ku përkres me tranu njerin, se e ka rritet e veta. Edhe ajt njëtën ku, kur vënë në gjami atë, sepse abuzuesit me këtë shpreje nuk marrin konsiderat një fakt, që kur e ka thënë Vasopasha, këtë shpreje nuk ka pasur ndonjë konflikt fetar që e qiti ndikuar nga kjo për të thënë. Po këta kësavarët e tonë marrën, komunistat e kanë marrë të na si shkap magjik për me luftu fenë. Se përkundrazi në atë kohë, një të gjitha akte që kanë pas dhe janë bashkëshoqëruar, të gjitha aktet nga një bashkëjetesë fetare, duke filluar që nga akti kryesor që ka qenë pavarësia. Çfarë na paraqet tabloja e pavarësisë? E që shumë besme e qëmalit, e rënë të ti, shumë i tyra, kanë qenë musliman po, a i ka konvenu më nëjtë mësmëli me gjithate, nuk ka këthy shpinën vatanit, as ortodoksit, as katolikut, ka thonë interesi vatanit është o zëtni mbi gjitha interesi madho këto. Dhe interesi vatanit s'pana hu për neve fejnë, s'pana qëtë pe feje. Jo, kërkus për shkrune, as kërkus ka thonë, të rujnë vatanit e hekun fejnë. Kush pa thot kështu? Kush pa thot? Këtu kërkus pa thot. Andaj s'ka nevoj me pasat kompleks. Nuk ka nevoj pasat kompleks. Dhe më interesante është që a nuk ju duket nga njerë që abuziviteti është që këtë vlerë që e ka një grupim tjetër
nuk e kanë dy segmentet që udhëheqin jetën shoqërore, media dhe politika, një pjesë e medias, mos demonizohen gjithë, kur u vjen puna, e huazojnë këtë vlerë nga të tjerët, e marrin dhe e paraqisin të veten. Pra e vjedhin në një farë mënyrë këtë vlerë që e ka tjetër kush. Ama ndaj këtij grupimi që e ka këtë vlerë, sillen pastaj si mos më keq. Sepse nëse ty të ka ardhur një vlerë nga kjo bashkësi fetare, pra ku përfshin të gjithë besimet, atëherë pyetja shtrohet, pse s'merr ti ke shpran vetes në punët e tua disa përfaqësues të kësaj vlere? Shtrohet pyetja. Sepse ata nuk e konsiderojnë vlerë fare punën e fesë. Numëri tyne jo i vogël, fatkeqësisht, dhe nuk dojmë të apostrofojmë askat natyre, sepse ata që veprojnë mund ndryshojnë, nesër pas nesër mund ndryshojnë. Nuk e konsiderojnë vlerë fare fen, përkundra se konsiderojnë veros dhe të dëmshëm fen, me theks të veçantë fen islame, dhe nuk konsiderojnë si vlerë edhe hoxhollaku dhe këta hoxhollar të cilët janë gjithandej kombit ton ka shqiptar, fatkeqësisht, e që këtu mund të kenë ka pak në thoj za arsye, pse ka janë rritë eduku, janë mishru me sistem komunist, ama pasunoj me Evropën, të nëse sënën Korenë e Veriut edhe Kubën, s'pa thëmë Rusin, se Rusia se do shumë fetare, por po thëmë Kubën edhe Korenë e Veriut nëse sënën, atëre kuptojmë një. Nëse ma sënën të mu Anglin, e Ameriken, e Gjermanin, dhe shtetet e fortat përëndimit, atër vlera fetare duhet jetë një nivel shumë të lartë, të respektuar. Hoxhollarët, pa edhe fe tjera, kur trojet tona nuk kanë kërkuar, sën të kërku ato me dhe shtetin, as me qenë ato në balë të votërës të avalinës. S'kanë kërku, s'paku onë sa di, s'kanë kërku, dhe asjem të kërku as nësët. A mo do të me kemë drejt, dhe obligimi ju me kërku dhe drejta, me kërku e që feja ta ketë emnin e vetë. S'paku të mos më këm vetë. Mos mirët për kam feja, dhe mos të njerohen njerës të vla. Sepse vërtet ka vlerat më dha. Njerëzit kanë vlerat më dha, musliman kanë vlerat më dha, islami ka vlerat më dha. Sa mrekulli është nëse bën një analizë të shkurt. Merresh ta Kosovar, merresh Shqipënis, merresh Bashkëdanis, shqiptar të krejt, tash kufina dojti 50 vjet, 60 vjet andej këndej, më pak më shumë. Kush mund të thotë se veç një incident sa do i vogël ka ndodhur mes feve të ndryshme. Incidenti i parë që është njoftur është kur edhe je luftë, në luftën, serbet që bënën kundër 220 sa xhamia në dëgjën e në rënuën tjerë. Gjatë luftë, edhe ato mu ta kenë bënë paralimitarët të tjerë të s'pëflasëm. Pra edhe me ortodoks, edhe me komunitetin jo shqiptar, që kanë qenë serb, edhe me ta, kur ka ardhur çështja fetare, kanë pas mirë kuptim me zveti. O vëlla, kanë pas mirë kuptim me zveti. Tregojnë një që kanë jetuar tek në Kosovë me serb, tregojnë tek ne serbi në Ramazan, për hatër të shqiptarit që agjeron, nuk ka dalë në rrugë me cigare me pi, nuk e ka pi cigare në udhe. Në punë kanë punu ka 8 orë, vëllezërit tanë, ta fermit e mi, kanë punu në keke, kanë punu në për kooperativa të ndryshme të shtetit, në atë kohë të ish Jugosllavisë, dhe kanë pas pjesë të madhe të punëtorëve serb. Në muajin Ramazan, serbit de facto ka agjeru, sepse kur nuk ka hangur drejt pranit shqiptarëve. Kur s'ka hangur drejt pranit shqiptarëve. Tani, të regëm të mua, a respekt maj madhështaj, apo këtë sotit ku le që hanë para teje, po dhe të e njërën të shanë edhe të nënqmën fejnë e Ramazan e krejt. Cila është ma në regull? Cila është ma tolerancë këtë, ma mirë kuptim? Anë pësë nga pengoneve, për vete ka, por do të respektësh tjetërën në vla. Se këtë e në vlera, bitë gjitha njeri është ndërtuar dhe bëhet njeri me vlera. Jo pësë është mishe gjak, dhe jo pësë është i bukur e bardh, dhe jo pëse është mashkull e femër, dhe jo pëse edhe ka shkollë që besa. Se shkolla kanë thonë vjetërit, me shkollë bën, a më njeri nuk bën shkolla. Të lutem, shkolla nuk bën njeri të bën vlerat tua, vlerat fetare, vlerat kombëtare, vlerat e familjes, kultura, që të cilë e mërti dhe për vete, për familje, për shoqëri, dhe të bërë njerëzimin, Allah, jena njerëz. Ne jena njerëz, Allah, jena njerëz. Njeri është emen i madh, është emen i më i çmuar që ka çmu Zotin tokë. Dhe ka ngritur më shumë se çdo krijes tjetër.
Andaj do ta respektojmë. Në aspektin e bashkëtesës etnike, sepse këtu gjërat, përsa e përket realitetit të Maqedonas dhe atij kosovar, Shqipëria nuk e ka këtë problematik, sepse nuk ka pasur konflikte etnike, edhe pse atje ka enklava të etnive të ndryshme, siç është minoriteti grek në jug të Shqipërisë, siç janë minoritetet slave, por që janë në një farë mënyrë janë islamizuar, pra komunitetet në zonën e Kukësit të Dibrës, ka komunitete pastaj slave, katolike në Shkodër, pra ka përzierje etnike, nuk mund të thush që është e pasër etnikisht, ashtu siç nuk është gjithë Ballkani, nuk ka pasërti etnike. Po s'ka këtë botë. Ashtu nuk ka. Po Saudi nuk ka. Po nuk ka. Arabia Saudite nuk ka që, po s'ka këtë botë s'ka. Dhe këtu, pra përse përket realitetit ku ka pasur edhe konflikte me natyrë, ka pasur me kush është roli i fesë si duhet të ketë feja në këtë aspekt. Pra, me që bëhet fjalë për dominancë muslimane, kush janë ato mesazhe që duhet përcjell dhe ai rol që duhet të ketë feja që t'i zbuse konfliktet e karakterit etnik, pra problemet etnike që mund të lindin, sepse të thash aty është futur dhe gjakderdhja në mes, ë? Po futur se çfarë? Feja nga të na nxjerrë ti pak më ndryshe, pak më tjetër, apo nikahi pak më ndryshe. Feja sa që është ëmbël dhe e mirë. Feja atë sa e bën njeriu njeri, po të keq përdoret, e bën njeriu më shtaz, më bish, e shtaz. Se shtaz është më i madh, shtaz edhe kali, po i mrekullueshëm, të kana me pa. Po më bish se sa bisha. Fatkeqësisht, elementi i fesë është përdor në krimet e Ballkanit, ta quaj, në vijat gjana, të cilat janë bërë kundër popullatës, veçanti muslimane. Është përdor emri fesë dhe është përdor elementi i fesë, e që nuk është në rregull e mesele. Sepse nëse marrën fejnë krishtere, si fetë krishtere, dhe shfletojnë Biblën, mu më ka interesu, sepse kam edhe fush temen, fjala studimin e fesë islame, po, dhe feve tjera, nuk thëmë që jemi ekspert, ku me ditë sa, por të një fete tjera, sa përmenet emri luft, në dhjatën e ri dhe dhjatën e vjetër. E shef se të krishteret, sikur se nuk e kanë në legislacionin ty në fare, emrin luft dhe gjakderdhje. Edhe marrën për bazë zakonisht thanjen e mrekullueshme të Isaut alayhi salam në thojza klapa e Jezusit, nëse vllai të jap një shëplak një faqe, ktheja faqen tjetër. Pra të keqen mos e kthe me të keqe, dhunën mos e kthe me dhunë, por kthe me paqë, kthe me bukë, me mirësi. Kështu në parim thot feja krishtere. Por praktik është drejt. E kuptova mesazhin dhe besoj e kanë kuptuar dhe gjithë teleshikuesit që të jenë të gjendje që t'i ndajnë gjërat, sepse që feja, po njerëzit nuk bën më gut me tha feja, feja e përdor për edhe në Islamin. Që tash mos sa dikush musliman. Që vjen në Islam, as janë të musliman, që më musliman. Ku të sot e kallzom ti mua. Emri fe, namën fe, ai përdor, po thotë ti namën fes, tash e ka me zemër, e ka hipokrizi, a është i shitur në blem, ty bën për dinasteson. Nuk për dina, kryesore emrin Muhammed, Ahmed, Mahmud, Hasan, Hussein, apo identiteti, kombëtar dhe fetar, për del që është musliman që aty, edhe shkon, çka bën ai, mushet, plot, eksploziv, edhe vret gra, fëmijë, pleq, civil, apo ndodhi këtu, a përdorë me elementin fe, apo përdor po. Çka ka të bëj Islami, i cili nuk ka fe as qellore, as toksore, që është më i mëshirshëm edhe për bobreca me lingona. Se le më për njerëz, që është qenja njerëzore më ndritora, që ka kryu madhe Zot, me vra ushtarin së shtarë në betej, ka rregullat veçanta në Islam që je lu përball, ti gjuaj. Ka rregulla nëse vritet qysh me vra. Pra, a më shku masakru, e lemu me vrati njeriu në civil, pa popullion thët pa birhak, pa ditë ka po vjen. Edhe ta namen, Allahu Akbar. E që bje namen të fes. Namen të fes, a pa kesh përdoret elementi fe? Pa kesh përdoret. Nga casit caktuar apo në caktuar. Pra feja kur kesh përdoret, runa Zot. Kur punohet tamam me të,
është vlerë e madhe njerëzimit dhe ne duhet të synojmë bashkarisht që këto vlera të ruajmë edhe ta mbrojmë vatanin, shoqërinë tonë, popullin tonë nga antivlerat qoftë në emën të fesë, që është pak a shumë fushë jonja, po qoftë në emën të nacionalizmit të tepruar, të çfarë do fushë tjetër qoftë. Të falenderoj për gjithë të shpjegime sepse mesazhet ishin mjaft të qarta dhe në mesazhin e bashkëjetesës dhe tolerancës në mënyrën se si sqaruat, se si i ftilluat, besoj u bën të qarta në mënyrë efekt zinxhir, po themi edhe aspekte të tjera që ndoshta njerëzit akoma nuk i kanë qarta. Këto lloj bisedash janë gjithmonë nevojshme dhe nuk mendohet që u ezaurua gjithçka. Është e rëndësishme që publiku të mbahet gjithmonë në tension me të tilla mesazhe deri në pikën që të fillon edhe të bëhet më i ndërgjegjshëm, sepse bombardimi mediatik është aq i madh sot, është aq i madh sa vërtet njeriu e ka shumë të vështirë të ndajë grurin nga ëgjri, kur thot populli, e ka shumë të vështirë. Dhe ne shpresojmë që me këtë lloj bisede të kemi ndikuar sadopak, po më vjen prapë kjo fjalë ftilimin e mendjes njerëzore për t'i kuptuar, dhe sidomos asaj shqiptare, realitetet se si janë të kokolepsura me njëra tjetrën, edhe kush është edhe gruri, edhe hegjëri, që du ndarë njëra kënde dhe tjetra ndet. Falenderoj hoxhë nderuar dhe je gjithmonë i mirëseardhur për të dhënë shpjegime për çështje kaq të mpreta shoqërore dhe për cilat opinioni ynë ka shumë nevojë të dëgjoj dhe të sqarohet. Faleminderit. Edhe ju që na ndoqët të gjithë ju falenderojmë për interesin tuaj dhe për atë çka e shprehni në mënyrë të ndryshme për dëgjuar nga hoxhallarët tanë, nga klerikët tanë, edhe sidomos nga hoxha i nderuar doktor Shefqet Krasiqi, mesazhe të tilla, të cilat vërtet janë në funksion të shëndetit mental, të shëndetit shpirtëror dhe të shëndetit të mbar shoqëror. Ju faleminderit. Bashkë miru takoshim. Faleminderit.